Edi Rama nuk përdor, si që përdorte Enver Hoxha, si satër. Ndërsa socialistët përdorën si ushqim politik mbledhjen urgjente për të dënuar shtetin e Iranit dhe gardën revolucionare duke votuar rezolut që e shpall atë organizat terroriste, as Partia Demokratike nuk mbeti pas. Në deklaratën zyrtare të PD-s thuaj se dënonin me forcën më të madhe regjimin e ajatollahëve në Iran dhe mbështesin fort SBA-t dhe Izraelin për përmbysjen e elitës politike iraniane. Partia Demokratike mbështet përpjekjet e SBA-s dhe Izraelit për përmbysjen e diktaturës mizore teokratike të ajatollahëve dhe zvendësimin e këtij regjimi me një qeveri të zgjedhur nga populli si një kontribut madhor për çlirimin e popullit iranian, si dhe për garantimin e paqes dhe stabilitetit në rajone më gjerë, thuaj në qëndrimin e partisë më të madhe opozitare. Fakti që PD mbajti këtë qëndrim duket se ka bërë përshtypje. Përtej çdo lloj ironie, qëndrimi i PD-s duket ca qesharak dhe jashtë çdo orbite normale. PD më së pari duhet të zihej si forcë politike e cila është përfshirë në zgjedhjet e brendshme të partisë. Shqetësimi për paqen në botë dhe sugjerimi për të përmbysur regjime që nuk njohin votën dhe qeverisjen demokratike ngjan më shumë se e tepërt. Demokratët do të preferonin më shumë të kishin një deklaratë për zgjedhjet, kandidatët dhe demokracinë brenda partisë.